opozitës Sali Berisha thot se çmimi i lartë i naftës në vendin ton vjen për shkak të taksave të larta që ka vendosur qeveria dhe kontrabandës. Ai përjashton çdo mundësi për bashkëpunim me mazhorancën për ligjin për referendumet. Sali Berisha e cilësoi abuziv çmimin e naftës në Shqipëri, që sipas tij tekalon me 60% vlerën e arrit të zi, krahasuar me tregjet e Maqedonisë dhe Kosovës. Nga Selia Blu, Kryedemokrati listoi 3 shkaqe që tha se kanë shkaktuar kosto të rënda në buxhetin familjar të qytetarëve shqiptar. Ngarkesa fiskale është mbi 65%, ndërkohë që në vendet më të zhvilluara të planetit kjo ngarkesë është 25%. Së dyti, 350.000 ton naft kontraband që të gjitha shkojnë në familjen e kryekontrollorit Edi Rama. Faktori tretë janë depozitat e naftës. Magazinimi ka çmimin e tij dhe atë çmim kompanitë private ja marrin konsumatorit. Në një kohë kur atij çmimi duhet t'i përgjigjet qeveria. Premtimin e Edi Ramës për ulje të aksizës vetëm pasi nafta të shkojë 220 lek për litër e shes si akt cinik. Ky është një akt i papërgjegjshëm, cinik, shpërfillje madhe për qytetarët shqiptar. Përveç reformës zgjedhore dhe asaj territoriale, Prerazi tha se nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me majorancën sa i përket ligjit për referendumet. Ne të votojmë në mënyrë të njëanshme ligjet Partisë Socialiste, nuk votojmë asnjë. Në përkujtim të 27 vjetorit të sulmeve të NATO-s ndaj Serbisë, Berisha i bëri thirrje Kongresit të SBA-ve që të shqyrtojnë mundësinë për antarësimin e Kosovës në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Është një mesazh i kufirit të thana për Putinin dhe ambicjet e tij në Ballkan. Teksa Ilir Metën, përvjetori 57 i lindjes, e gjen pas hekurave në qelitë e Burgut 313. Kryedemokrati denoncoi aktet e turpshme që tha se po i bëhen ish presidentit me urdhër të Edi Ramës. Duke dërguar kriminal për t'i çpuar shishet e ujit. Operacionin e kryen te Ergyes Agasi me urdhër të Edi Ramës. Ndonse nuk dha një datë për protestën e radhës, Berisha tha se revolta popullore do të shtrihet në mbar vendin duke paralajmëruar për shkallëzim të aksionit opozitar.